Kjo e shtun sjell në vëmendje një personazh emblematik të jetës shqiptare, profesor doktor Rakip Gjoshi, nga fshati Sankosh në Kosovë. Jeta e tij është një rrëfim sakrifice, përballjeje dhe qëndrese, e ndërtuar në vështirësitë e regjimit serb, por gjithmonë e udhëhequr nga guximi dhe dashuria për Adeun, që në rininë e hershme, pas përfundimit të studimeve të larta, ai u përkushtua letërsisë dhe studimeve shkencore. Pena e tij nisi të shprehej që në vitin 1975, duke sjellë në vargje dhe shkrime kujtimet, sfidat dhe realitetin e kohës. Profesor Gjoshi rrëfen se jeta e ka lidhur ngushtë me çështjen kombëtare, duke jetuar çdo etapë me sakrificës dhe përkushtimit për gjuhën shqipe dhe identitetin kombëtar. Ai ka mbajtur role drejtuese në disa institucione në Kosovë, si dhe ka kontribuar drejt për drejt, krah për krah me bashkëluftëtarët e tij si veteran i kësaj lufte. Pas luftës, kontributi i tij vijoi edhe në institucione të rëndësishme, duke sjellë përvojën dhe përkushtimin në shërbim të shtetit dhe të shoqërisë. Në një rrëfim të sinqert përballë gazetarit Ndërgjim Gjoshi, ai ndalet tek sfidat, përballjet dhe rrugtimi i tij gjatë në shërbim të dijes dhe të Adeut. Mos e humbisni këtë episod të radhës të Personazhe në Fokus, këtë të shtunë ora 21 në televizionin Apollon. Maj të vitit 98 që i bashkangjitëm vesh uniformin në shtrisë shqiptare dhe të marrë rëmbej armën e lirisë dhe dalë të rështohem bashkë me kolegët e mi, bashkë me nxënësit e mi dhe ne fillum shtrirjen e rrëfeshme të shtrisë shqiptare dhe organizimin në gjithë territorin e Drenisës me pas.